Besoj është 1.5 milion euro. Ndeshja më e madhe e zhvilluar në futbollin shqiptar. Mua më duhet të them që dhe ky është një gjë që nuk kam nga ta konfirmoj, sepse ato kohë nuk ishte, ose kishte, por nuk ka evidenca të rregullta. Ndoshta ndeshja me shikueshmërinë më të lartë në historinë e futbollit shqiptar në Qemal Stafa. Shqipëri-Polonia si thua ti është evidentuar. Kësaj radhe evidentuar në financa ka qenë Shqipëri-Gjermani në nëntor të 1994. Domethënë me ca llogaritmia personale, kam qenë vetë në stadium. Edhe me tjetër mund të kenë qenë rreth 25.000 vet. Po llogarisim një stadium i cili ka qenë pas tola, hyrja ka qenë shumë më e lirë, kontrolli i biletave pothuajse nuk ekzistonte. Duke qenë më i vogël, kujtoj një Shqipëri-Irlandë e Veriut dhe çmimet jo Irlandë e Veriut, mas fitores me Rusinë, është bërë në Qemal Stafa me tapetin e ri, atë ndeshje kam qenë vetë stadium. Kanë qenë biletat shitura të duplikuara pafund dhe ka qenë një kapacitet jashtëzakonshëm, nuk di të them sa, por ka qenë i frikshëm në nivele pjesëmarrje si ndeshje. Vinim edhe mas fitores madhe me Rusinë që ndikoi. Patjetër, të gjitha këto kanë rolin e vet në krijimin e një atmosfere, pra inercia që bën punën e vet. Ajo çka njerëzit janë kurioz të dinë është prapë në raport me ndeshjen është çfarë ndodh në brenda stadiumit, si funksionojnë reklamat, si funksionojnë të ardhurat, billboardet, atëre ledi perimetral që është për ata që nuk e dinë, që është reklamat rreth e përqark të fushës, menaxhohen nga UEFA me një shpërndarje 70% të kohës së transmetimit e ka UEFA dhe 30% është koha që ti mund ta shtesësh, që gjenerosh të ardhurat e tuaja.